Këto ishin të vetmet thirrje që u dëgjuan në Tiranë dhe në të gjithë vendin për të kujtuar se 1 maj është dita e punëtorëve. Dhe kjo jo një ditë feste, por një ditë ku ata protestojnë për të kërkuar të drejtat e tyre, që lidhen me përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave apo kërkesa të tjera si këto. Ndërrimi të pushtetit të tyre. Sot në Shqipëri mjerisht nuk ekzistojnë sindikatat e punëtorëve. Ndryshe nga qytetet e tjera europiane ku sot protestohet, në Shqipëri asnjë sindikate e cila përfaqëson punëtorët e thjeshtë në sektorin publik apo atë privat nuk e konsideron të tillë ditën e 1 majit, duke lënë të kuptohet që punëtorët janë të kënaqur nga punëdhënësit e tyre. Kjo ditë e cila shënjon zyrtarisht pushim në kalendar, ka marrë kuptimin e plotë të një feste, e cila festohet në mënyrë individuale nga secili. Rituali i përvitshëm nuk është ndalur as në këtë 1 maj, ku ndihmuar edhe nga një moti ngrohtë me diell. Turma njerëzish kanë vërshuar drejt liçenit artificial në Tiranë dhe rreth mesditës konsumojnë ushqimin e marrë nga shtëpia në lëndinat me bar, ku si çdo vit lën pas edhe shumë punë për punëtorët e pastrimit.